protest këtu, Tiranë. Jo në këtë rast që është kundër Iranit, po kundër askujt. Që bëhet protesta e mbrëmshme për ndryrim qeverie në Shqipëri, Po? kurrën e kurrës tjetës. S'kisha marrë pjesë në ato protesta. Sepse është një çështje brendshme. Është një çështje politike. Okej, s'pe thoma se mbrëmshme, se na s'kemi çështje të mbrëmshme të jashtme Kosova me Shqipëri. Po çështje politike. Është çështje politike, e mirëfillt politike. Po? Atëherë pse mu më takon që unë votoj në Kosovë, Prishtinë, pavarësisht ku, vje me arë me thonë, valla s'o kam pëlqen Edi Rama. I tako popullit shqiptar këtu. Votuesve shqiptar, simpatizantëve ti, kundërshtarëve ti, se normal që ka dhe qytetar kundërshtarë. amerikan që ti voton dhe në Amerikë. Po unë votoj në Amerikë. Çështja e Zvërnecit lidhej me Amerikën sepse lidhej me presidentin Trump, me dhëndrin e tij, Jared Kushner dhe Kush e ka bërë këtë lidhje? jo, lidhja është një projekt atje. Okej, pse lidhni ju, pse është dhëndri i Trumpit, është çështja e Trumpit, pse? Mas qaroti mu, pse, vetëm pse është Jared Kushner, burri i Melania Trump, pse është lidhje me Trump? Ti do thua që nesër ai mund të ndahet edhe s'ka Edhe çka tjetër. Mund mos jetë më dhëndër i Trumpit. Ai investitor është, do të thotë, çka ka të bëjë Trumpi dikur aty? Si e përcjellin shqiptarët e Amerikës së historinë e Zvërnecit? Jam shumë kurioz të di. Është një grup matrapaz, e them kështu publikisht. Është një grup matrapazësh Kush janë këta? Çfarë bëjnë këta? që s'lojnë metodë, pa geny, pa dezinformu të thonë që po dalin në protesta në Amerikë. Po du m'jo e vetëm 2 argumente. 3 protesta i kanë thirrë, kishe me përkra protestat kundër qeverisë në Shqipëri. A di sa kanë marrë pjesë? As ka 50 vetë. Qërë që kanë bërë turpin e turpit që kanë bërë ata? A protestat janë në New York e ke Po. fjalën? A di që kanë bërë ata? Në 19 qershor ishte Albanian Roots që organizon paradën shqiptare. Po. Qërë sa njerëz të ligë janë. Pse? Ajo organizohet nga Marko Kepi, Nick Është e Beqi. njohur, është Do të thotë është gjaja më e madhe që organizohet në Amerikë. Dalin e shfrytëzojnë paradën shqiptare, do matrapas, do halabak, breg rruga aty dhe thojnë, poshtë Edi Rama, si mi dalë me bona protest. Bona protestën vete, me të shofim sa jeni. Edhe detyrohet policia e shtetit, policia e New Yorkit thotë ikni prej tujt. Do beturina i largojnë prej aty. Cili është mendimi juaj për Edi Ramën, për qeverisjen e tij? Është në mandatin e 4, mbaroi vitin e parë të mandatit 4, pra 13 vjet. Qeveritë e Edi Ramës, jo vetëm qeveria e Edi Ramës, qeveritë e është e 4-ta, i ka pas... Mirë, qeveritë ndërron ai, po vetë ndërron, vetë nuk luis. I ka pas ato skandalet e veta, na e dim rastin e Arben Ametit, na e dim rastin e Belinda Ballukut, na e dim rastin, do të thotë, po thëmë, çështjen e Shqipëri e përcjell çdo sekond. Mirë, po, unë du me përkufizu vetëm me një. Kujt ja lejmë në dorë. Si kujt ja lejmë në dorë? Po heket. Unë e kam konsiderat për Ramën, po, absolut. E ke takuar njërë vetë? Po, thash e kam taku New York. Tani e taku New York? E kam taku New York, thash. Qenë edramist, do më thënë. Po, një njeri që Shqipërisë ja ka ndru faqen... E ka ndru faqen? Ja ka ndru faqen, absolut. Një njeri që i ka jep nder, emër edhe respekt në krejt botë Shqipërisë është Edi Rama. Një njeri, s'po flasë për politikat ekonomike të mbrendshme, nuk e di. Po dëgjon Edi Rama këtu astritë dhe do t'japi një postë? Jo, absolut. Do t'japi një ministrore? Një njeri që çështjen kombëtare ka prioritare. Kur thom çështjen kombëtare, s'po thom çështjen shqiptare, çështjen kombëtare. Sali Berisha i thot vllai Vučić. Po mos na prish muhabetin tash me mështime folmu për milicën, për vjerrën e Sali Berisë që ardhen në Brooklyn, mas demokracisë, se ka fola si fjalë shqip bre burri dhe kam qenë prezent. Shkina, në qoftë se lejohet në këtë televizion thuhet shkina, se serb, shkin. Në Kosovë serbë ju thojmë shkije. Shkja, po. Shkina, vjerra Sali Berisë, e martume, shkollume, punësume në Shqipëri gjatë pushtetit Xhaxhit Enver, do të thotë vjen në Brooklyn te kushërit e burrit, te kushërit e Ramvuthit, edhe nuk e flet as një fjalë shqip. Qaja është, Sali Berisha ti thot dikuj, te ne e thuj një fjalë, Roland, qalen prej mace e han miun. Me gjithë të këtu nuk kam betur as një politikan i qalen prej mace e han miun, pik. Sali Berisha ka gjakun e përzim.
Jo, se ka gjakun e përzim, se ai është nga... Nga kush? Nga trup, po ja? Më fal, nga një zonë që është e njohur. Absolut. Madje është pjesë sot edhe e Kosovës, gjithë pjesa e Maslis Gjakovës. Po Gjakova, që ka të dy krahë. O kuptimin e familjes, e thash, Salihi si Salin do shta jo. Po, dy vëllezërit e milicës, e kënë dokument, unë nuk e kuptoj vetëm pse njerëz dalin e flasin në për studio, Sali Berisha patriot, ajo patriote, Liri i Berisha patriot. Për tash, kemi se s'dumi përmend edhe emrat e asaj se s'është tema e bisedës. Dy dajat e saj, dy vëllezërit e milicës kanë qenë oficerat lartë sigurimit Kosit kontra Obavez-Shtajna sluzhba në Beograd, burr. E kemi emër. E do të thotë, ky e shkoj e martoj vajzën e milicës, unë kam dyshimet e mia, mos ka qenë montuar. Si e montuar? Udba ka punu. Po sot ka shërbimi sekret serb? O detyre shërbime sekret? Jo, a ka, si ke informacionin, themu? Në Shqipëri ka intervenime, ka... Po dash me thonë ato fundin e fundit, unë kam dyshimet e mia, e dhe dikun dështë edhe në informacion, që protestat janë ndikume edhe për shërbimet serbe dhe kemi disa informacione që protestat që bohen sot në Shqipëri kanë ndikime, së tomë janë të organizume, se s'kam atë informacion, po kanë ndikim shërbimi sekret serb. Jo, ne dinim që me atë që ka thënë qeveria nga shërbimi sekretet të Iranit apo të tjera, po serbe... Po të Iranit është dalë publike, se përderisa dalin protestues. Serbe janë kanë ndikim? Po që bëjë, si, që u duhet e për qëfar? Sa nuk ju duhet destabilizimi i Shqipërisë në kohën kur çështja e Kosovës tash në formimin e qeverisë duhet përfundon bisedimet me Serbi. Çdo herë kur Kosova ka qenë në risk, jo, si më kujton kjo, Dykorriku e ambasada 1990? Bravo. Po pse, e besojt e? Pse pikrisht, pse pikrisht shpallet Republika e Kosovës në Kaçanik, ndodhin tërëzirat në Shqipëri. Tjetra, merret sulmi merret activation order nga Solana për fillimin e sulmeve ndaj Thaqev serbe me 24 mars. Roland kam qenë në Tiranë me qatë ekipin Amerikan. Sali Berisha mante protesta në sheshin Skënderbej thë duam zgjedhjet parakoshme. Ku i konvenon të destabilizimi Shqipërisë, ku me qindra e mija të ardhën prej Kosovë kalonin kufinin me hien në Shqipëri mërburi dhe. Edhe sot e kësaj dite, ku çështja e Kosovë, pas formimit të qeverisë, e ka thonë edhe Bashkimi Evropian edhe Amerika, duhet përfundoj bisedimet me teknik me Serbinë, pse kërkohet destabilizimi i Shqipërisë mërburi dhe? Atër nuk kanë ndikim forcat serbe këto?